Zeqati i për 8 kategori njerëzve. Allah ka përmend në surën Tobe: "Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayh wal mu'allaf qulubihim wa fil gharimin wa 'abirina wa fi sabilillah." Zoti ka përmend me të vërtetë zeqati ju takon 8 kategori njerëzve. Dëgjoj tash. Fuqarave. E dyta është miskin, të ngratë. Shka dallimi mes këtyre dy kategorive? Të na zor që ka. Fukara është një njeri i cili ka për mangër mëngjesin, për darkën s'ka. Sa ta kena? Për këtyre kategorive njerëzve? S'ka. Se si për ju i ka 1000 i ka, dhe punë me. Keni ka 1000 po. Do bokin full. Me mish, me grosh, me ketë, për pas pati për 2-3 avë. Mirë për nëse s'ka, për afërt. Kush më i për afërt? Allah që qështu këtë kategori s'ka, ba që i lafë. Ma ka, dikuj që nështë 1000 s'ka, ka mujnë për 1000 s'ka, pa ma ki që atë e del. Atër e fillon a jopë në këti kategorijës. 3, i thuhet në gjuhën arabisht amilina aleje. Kush amilina? Ata që e grumbullojnë, kanë hisën zeqat. A që do të një mujë ditë, sushë për shamat baske islame, muftinit, i kanë antartë që japin ata si i thoni ato. Ai për shembull rri ka 2-3 orë gjatë ditës, 30 ditë ka 2-3 orë i nxjerr ato masat, ata që grumbullohen, që kujdesen dhe mobilizohen për me grumbullu, ata kanë një hise. Dhe duhet mi dhanë, jo me dhanë ja për Allah, mi dhanë, se 2 vjetë e ban për Allah, 2 vjetë e ban për Allah, pastaj e prejka ja e mbrenqmja, dërgjetë dhe për Allah, je pa. Ai nuk punon kurgun, ama prej zeqatit, ja cakton një rrugë tash, ju e parashënej shembull, kur është ai fundi i shariatit, ai e 30.000 dinara, 40.000 dinara, 50.000 dinara, mora se sa grumbullohet. 4, muallaf qulubihim. Muallaf qulubihim i thuhet ai kategori njerëz të cilët kanë simpati të pak ndaj Islamit. Është i dobët fetarisht. I jep në zeqati që ai me kriju simpati ndaj Islamit. Është musliman i dobët. Nëse jep nga zeqati, ai më fillon me pas përshtypje më afro. Këtu e edhe muslimani do, ka thonë disa dotot edhe qafirave. Nëse ta mërë me një jep diqa nga zeqati, ja ba një paku për zeqatit, me ato ushimet elementare, dhe ky fillon tash me pas simpati lejohet. Kjo quhet mënyra diplomatike. 4. Tu kanë 4. 5 është ata që janë borç, janë gjytur në borç. I jepet nga zeqati. I për borç për gjëra që janë domosdoshme. Jo ka i borç para rraf, ka bli kërë, ka bli mobile 50.000 euro, më bli mobile në shtëpi me 3-4.000 euro, valla kam i borç për shtëpinë, sa ki i borç, po valla kam i në shembull, saloni, po supozojmë, në strukturë të dikun, ati me 5.000 euro kryet, ki ka vë 15.000 euro. Kë masraf ka përdojë. Po i këtë borç ai cili, Allah i mos e bavt, e ka ndonjë të smund, ndonjë familje të smund. Shëndeti është më përparsi, i këtë nga zeqati. Që ka nevojë në një smundë serioz operacion, nga zeqati i këtë atina. Ose ka i borç për diçka që është e ndershme. Shembull. Ka i burg. Po çka ka i? Për me mbrojt nderin, këtë i këtë zeqatit. Se sheriatik kësë më nështi burg. Po këto sistemet bashkore, qoftë demokracia, apo shkem, e kanë parapor nëse e mbyt ti kanë, do të më fut burg. Dhe i thena, nëse ky e mbyt një person i cili ka dëshmi ja prek nderin, gruajen, vajzën, ose pasurien, ky në islam nuk futet burg. Ky që ka marr hap, që ka marr guxim në ky do shkohet, se ky ja kish probleme, se gjërat më të shenjta të muslimanëve është nderi, gjaku dhe pasuria. Jo për ata do të më kanë për jo, na çesme allti gjak për shka, për një gojë fjalë, për meç, për nder. Ata që janë burg për shkak të nderit, aty do nga zeqati. E kuptuat? Ibn Sebil, kush janë këto Ibn Sebil në kategori, ata që kanë vetë rrugës, supozoj. Ka ardhur dikush për Turqisë, do me vizitu Maqedoninë, edhe ka ardhur rrugë. Kam bejt, ju kanë ardhur gjithë. Se njerë, rruga është pa i spat, ai thonë pa i spat, pa pritura, me surpriza. Edhe ky mo nuk ka. Ky ka marrë, ka parapomat pazarin e vet, kalkulimin me ka çparë në Maqedoni e dal. Mirë po ja, i kanë ndodhur çka ka argjit. Edhe konfirmohet se ky përmen nuk e ka çpërdor. Përmes ka parë. Edhe i jepet nga zeqati, i thonë këtu Turqi. Kur do më shku sot? Ja blen me letën, argjimet e ditës nga zeqati, nga fondacioni i zeqatit. Edhe është kategoria fundit e fi sabilillah. Kjo fi sabilillah në rrugt të Allahut e ka qëllimin më shumë ti për luftarët që i mbrojnë meqet e muslimanëve, tokat e muslimanëve, kauzën e muslimanëve. Përpos disa dietarë që nocion që grupin e kanë zgjeruar shumë, e kanë interpretuar tepër. Ka thënë këtu çdo sen çka është në rrugt të Allahut. Ndesh me bën mekteb, ndesh me bën libra, ndesh misionarëve davetxhive që bojnë davet, sush janë xhallarët më dhon nga kjo grup.
To janë 8 kategori grup. Këta do të më ditë fillimisht. A qartë? E tash, valla o gjaha, po, ma në rrugë me sa duket, besoj se duke shfutet të kjo 8 kategori. Atë shkojna të fëqiju më jafër. Cilë është që më jafër, ju keni Shqipërien. E në Shqipëri ku shama të hapë. Valla nuk e di, do të me di se nuk e di. Të ki motër, nëse ndodhë të buri jotë, të familja burit, që ndëgjon ka fukarat, të regojmë që t'japin zakatin. Ky trevël botrës, vllajt, kushës, se informohet. Na që nuk i dimi, kjo është mangësi që na nuk kena lidhshmëri të ngrohtë mes familje. Ne intereson vetëm individualizmi, që është veti shumë e keq kjo krizë aktuale që Evropa e promovon. Ne promovon si në krizë. Nëse Islami ka të kundërtën, ne më këtu xhamat kolektiv kështu. Jo rastësisht namazin e xhamat të 27 se individual. Jo rastësisht namazi xhumas është kolektiv e ka shpëlimet më të mëdha. Ku dëgjoni tekstet fetare që ka rahmeti i Allahut është më afër, e shes aty ka ku është kolektivi, shumica. Xhumaja, Bajrami, ndërsa ato individualizmi. Edhe ne për fat keq i kena për buke, vlerë për jashtëve, duke ditë në Evropë vetë paguaj ushimin. Kjo në s'ka, njën e paguaj për ketë. Sa është kjo vlerë që ka trashëgu për të parë dhe tonë. Jo më kanë me kalkulu. Ta dini, jo rastësisht kjo smundje që është virusi koronavirusi. Korona. Jo prej sunime, po viktimit ka qenë, i shkupu njerëzit. I zguzon të në bashkë, se kjo krijohet smundja, si më krijohet? E në uftofa njerëzit të largjum. Po normal, po nuk dhezi shumë. Shote vllai kjo vllai. Nuk dhezi shumë, se ka mund të vazhdu kjo. Po nuk dhezi ky projekt, më sa duket se ka pas klasalitje fuqit botërore mes Rusisë dhe tyre.